Është në media, sa kemi lexuar që djali juaj ka qenë përsëritës dhe është dënuar më përpara për kultivim të lëndëve narkotike. Keni dini si është e vërteta? Jo, s'është dënuar kur për këtë se ka mirë. Për kultivim. Jo, për kultivim kanabisist s'është dënuar kur. Edhe nuk është marrë apo është marrë? Ja, s'ka marrë kur me atë punë, ose di vështimisht, ose di sa marrë në herë një jetë ti. Po më përpara, për çka ka qenë i dënuar? Ma përpara, jo, këto s'ka kanë vetëm një herë, se s'ka kanë tjetër. Kur ka qenë i dënuar? A ka qenë i dënuar? Para 2 vjeç ka kanë i dënuar. Për janë ata, pra si kanë kapë me shok. Çfarë bënin ata? Shokët? Ata shokët kishin shiqin doza, qa dy qa shiqin, kjo ka kanë dy hangri dark me ta. Po s'ka pas lidhje, apo ka? Ja, s'ka pas lidhje për zotë me sati jonë. Ata janë kanë përgjim 6 muaj për parën. Ishin pa kanë përgjim. A i djali ma të gruën që kanë kanë ata së di. Ata 2 kanë kanë, asaj gru si kanë gjitë. Djali tem si kanë gjitë kur gjave, shtë rëgjiku i tije kanë kapja të në tavalin.